Falë më një për këto fjalët e radhës. Shqyr o Zot që u vraj i fëmi. Begati shqyr për këto vrasje për dhunime. Sa mirë për këto atentate, vjedhje, dhunë dhe mashtrime shqyr. Shqyr që i kemi më shumë, u shtofshin për ditë sa më shumë të vriten, të theren. Të bëjmë dhe ne këto videot që t'i nxjerrim në për rrjete sociale. Të bëjmë foto, të bëjmë screenshotet, të nxjerrim viktima, të nxjerrim familjarë që qajnë, të nxjerrim bankat e tyre të shkollës që ndishnin dikur, të nxjerrim ato lullet që vjen te koka e varrit. Sa bukur, po, gjithë këto klikime, gjithë këto like, gjithë këto komente, sa mirë. Sa bukur është, shqyr më shumë pacim u shtofshin. Do kënaqemi me like. Sa bukur është. Gjithë kjo begati, gjithë kjo material. More, sa mirë. Zoti i shtof këto krime vrasje se na japin bukën e gojës, more. Të bëjmë postime, të bëjmë përtësor, të pyesim mizat e mutit se çfarë mendimi kam për kosheren e bletëve. Çfarë krye vepre. More të mirë. Zoti ju falë se njeri i gjallë nuk mundet. Laheni në gjakun e viktimave, në dhimbjen e familjarëve. Si ta merrni atë koskën tuaj, e se juve ju shkon goja lëngë. Për çdo tragjedi, për çdo dhimbje, për çfarë do lloj gjëje të mundshme që mund të bëj titulli në një post i të qelbur. Mblidhuni drejt kësaj zymtësie si ato hiena rreth atij trupi të kalbur. E ku ka hiena, mizat shoqërojnë. Bzz këtej kur i duhet. Po nuk ka more të mirë, asnjë lloj dënimi me vdekje. Asnjë lloj dënimi gjyqësor që do e kthej në jetat të fëmijë. Nuk ka asnjë lloj dënimi që do i shpërdhunoj ato vajza. Nuk ka më asnjë lloj dënimi që do i kriminalizoj ata adoleshent. Jeni vonë. Jeni shumë vonë. Gjithmonë e njëjta skem. Si ato pulat që kërkojnë kashtën vetëm kur ju vjen veza në pyth. More të mirë, po kështu problemet nuk zgjidhen. Po shqyr, faluni Zotit që edhe juve merrni atë vëmendjen tuaj. Sa bukur që edhe juve të tregoni atë pjesën shife. Ty të vdiq fëmia, po edhe unë jam i mërzitur, edhe mua më vjen keq. Unë do bëj një koment që të them sa shumë keq më vjen mua dhe më shikoni mua të gjithë. Ju lutem më shikoni mua edhe video që hodha unë ose postin që bëra unë, shikoni mua sepse edhe unë po vuaj. Mirë juve sepse kur duhet të flisni për ato probleme tuaj, për familjen tuaj, për jetën tuaj, për karrierën tuaj, jo. Nuk kanë ato rëndësi. Rëndësi ka sa keq na vjen ne për fatkeqësi në një tjetri. Shqyr o Zot që nuk jemi aq keq sa janë të tjerët, kjo është e rëndësishme. Nuk është e rëndësishme se sa mirë mund të ishim në vetën tonë. Nuk është më e rëndësishme se sa probleme mund të kishim parashikuar dhe menjanuar. Jo. Shqyr që të tjerët janë më keq se sa jam unë. Edhe nuk ka rëndësi fare nëse jemi të dy mut, mjafton si që tjetri të jetë më keq. Vidheni në atë 4 anët, po vidheni. Tendera, vende pune, taksa, kontribute,
asnjë njeri nuk kujtohet të jetë kaq shumë i angazhuar se sa me një fatkeqësi. Ndodhet vetëm në atë vend të tillë që nuk e kuptoj. Një popull mistik që çdo pamje aksidenti e nxjerr në lajme, por si të ishte ndonjë festë, sikur të ishte një vepër arti që duhet ta shikonte secili. Një lloj negativiteti kolosal në çdo lloj portali, në çdo lloj faqe lajmesh. Dhe porse shumica e popujve që kanë drejtim majtas pseudo-komunist, normalisht e kërkojnë fajin të shteti, sepse edhe për këto lloj gjërash e ka fajin shteti, ë? Ku i kemi ne këta profetet e shtetit? Pse nuk na i parashikojnë të gjitha ato ngjarje? Se ne si shoqëri nuk kemi asnjë faj, domethënë. As unë nuk kam faj, as ti nuk e faj. Shteti e ka faj. Ne shteti na e kanë dhënë, nuk jemi ne nuk kemi asnjë lidhje me shtetin. Ne jemi etni tjetër, edhe ky shtet nuk vjen nga ne, nuk na pasqyron ne. More, po sa do e gënjejmë veten. Turp nuk ju vjen një çik turp. Janë mbi 200 e disa video që qarkullojnë rreth shtëpisë së djalit për krimin e fundit. Dhe shumica e këtyre nuk janë as nga portalet ose nga faqet zyrtare të mediave, as klanet opcionale, janë të vetë quajturit gazetar freelancer që me një account Instagrami, me 1000 followers, gjejnë disi menaxhojnë të arrijnë të marrin këto video, foto të djalit 8 vjeç fëmia, viktima, dhe fotoja e tij bën xhiron e të gjithë rrjeteve sociale. Edhe i kryetari i komunës apo i bashkisë që ishte me atë super showin falso që kishte bërë me sheshit homazh. Drejtori i shkollës apo mësuesja e shkollës nuk e di se kush ishte, nxjerrin foto me buqet lulesh në bankën e nxënësit. Mori çfarë po bëni, çfarë po tregoni juve me këtë? Për çfarë duhet të jenë këto gjëra në Facebook? Si i shërben kjo gjithë problematikës së tanishme, kjo si i shërben unë nuk e di. Lëremi me familjarët të qetë. Me qindra video të familjarëve që ishin në gjykatë, që donin të hynin atje dhe disi të justifikonin atë dhimbjen e tyre, ta nxirrin atë mlefin e tyre në një moment, sepse humbën dritën e syve dhe hapin i video, të shifini të gjithë, mbi 10 veta të ndryshëm, që asnjëri nuk mundohet as të qetësoj, as të ndali që mos të bëjnë asnjë lloj veprimi të pamenduar mirë. Jo, janë të gjithë duke bërë video. Janë mbledhur të gjithë hienat rreth e qark edhe kënaqen me atë dhimbjen e atyre. Janë kështu sikur lahen me ato, zot shqyr që janë duke u çmendur këta nga dhimbja, të bëjmë në një video që të na i shohin rob që edhe ne ishim këtu. Turp t'ju vi, turp e faqe zez. Ju jeni kanceri i kësaj shoqërie. Mjerë ju për veten tuaj. Mjerë Shqipëria dhe sa do të vuaj.